Në ditën e 2 prillit, ditën e ndërgjegjësimit mbi autizmin, do të flasim mbi marrëdhënien e një nëne me djalin e saj në një marrëdhënie 17 vjeçare të luftës me këtë spektër që prek shumë individ. Në një ditë të tillë ku bëhet thirrje për ndërgjegjësimin, pranimin edhe përmirësimin e jetës personave të cilët vuajnë nga autizmi, do të rrëfejmë këtë marrëdhënie të veçantë të dashurisë pa kufi të nënës ndaj djalit të saj, sakrifica, durimi, gjithçka që kanë kaluar në këtë kalvar të gjatë me mund, por edhe me fitore të vogla, të cilat kanë atë fitoren e madhe në shpirt dhe në dashurinë me njëri tjetrin. Ndërsa në pjesën tjetër do të kemi një bisedë me dy zonja të mrekullueshme të cilat janë të zhvilluara në karrierën e tyre. Njëra është psikologe, do të na tregojë për besimin në vetvete, për dashurinë në dekadën e 4 të jetës. Si ndryshon perceptimi ynë në këtë dekadë, mbi jetën, mbi veten, vetbesimin, marrëdhëniet që krijojmë, lidhjet e reja që krijohen në këtë dekadë, a janë më të forta, më solide apo jo të mirë menduara ose pyetje të tjera të cilat lidhen pikërisht me perceptimin e gjithë secilit prej grave kryesisht në këtë moshë. Ndërsa tjetra zonjë është një këngëtare e cila ka shtruar një rrugë të suksesshme artistike në muzikën e jugut, do të flasim edhe për karrierën e saj, edhe për tematikën që kemi zgjedhur mbi të gjitha, edhe do të na këndojë këngën e saj më të fundit. Do t'i zbulojmë së bashku përmes bisedës, ndërsa në lidhje me pyetjet që mund të na bëni pasi të mbarojmë emisionin, se ku ishte dhe pse nuk ishte Altin Joka, si gjithmonë nutricionisti ynë që del çdo të mërkur, unë po ju them që në ditët e vazhdim patjetër që do të jetë në programin ton, po për shkak të punëve të tjera familjare personale nuk kemi mundësi ta intervistojmë ditën e sotme në lidhje me tema të ndryshme të shëndetit. Shkojmë tani në kuzhinë, na pret Albana, të nisim nga puna me recetat që ka menduar sot. Mishte të gjeta këtu në kuzhinë, si gjithmonë jemi gati me energjinë e dur. Mirëmëngjes. Mirë se erdhi, mirë se gjetëm njëra tjetër, mirë se gjetëm edhe juve, kështu që do ndonjëherë që edhe nuk shihemi para se të fillojmë këtu live, drejt për së drejti, se secila ka ato punët e veta, orientimet, drejtimet e veta këtu në fillimin e ditës. Unë pak me të ftuarit me tematikat, jo me produktet, ti ken çik më ngarkesë sepse do bëhen gati produktet për recetat, por gjithsesi ja dalim, kemi të fitoret e vogla. Ka arritëm, ne erdhëm këtu në ekran. Tani kemi pispili. Ta kemi një gjë kështu të përzier me miell, mistri dhe me perime. Unë kam zgjedhur të kem me spinaq, mund të bëhet me spinaq, mund të bëhet me preshk. Pispilia mund të quhet pacarok, mund të vihet me shtrat mistri, ka të ndryshme, mund të vihet me një të verdh vezësi, ka mënyra të ndryshme, përse unë i them këto. Pra, i them këto që gjithmonë të dalë mburoj për para vetes, sepse disa zonja për shumë të krajinave të ndryshme, të zonave të ndryshme, ne e bëjmë kështu, ne e kemi kështu. Pra, çdo gatim bëhet ashtu siç e gatuani ju, sepse çdo njëra është unike në llojin e vet. Vendosi fantazin në kuzhinë, sikurse edhe unë me... E ne bëjmë kështu. Edhe unë e bëj kështu, po e përdor me fara. Pra mund të përdorim fara kungulli, mund të përdorim fara lule dielli, unë do të përdor, po, ajo më mungon farat e susamit, edhe farat e lirit, të lutem. Shumë mirë, ne kemi në stendën ton. E gjithë kë stenda këtu e vogël Albana, i kemi quajtur stenda superfood, sepse të gjitha janë super ushqime. Atëherë ti më the susamin edhe farat e lirit, të pasura me fibra, me proteina, me omega 3, janë tepër të shëndetshme dhe na japin jo vetëm shije gatimeve, por një dozë të mirë të këtyre vlerave që unë përmenda. Keni gjithashtu nga një recet që na e siguron gjithmonë Teuta në paketimin më pas, një recetë të sugjeruar, për shumë me susami mund të bëni shumë mirë kremin e tahinës, me i pako të tillë, me farat e lirit pastaj çfarë nuk mund të përgatisni. Mund ta shtoni, mund ta nisni ditën madje, me një gotë ujë, kur keni vendosur që në darkë farat e linit, ato zbuten, edhe në mëngjes ju e konsumoni. Për gjithë personat cilët duan të kenë një sistem të mirë të tretjes, për një zorë të shëndetshme,
Gjithashtu për një stomak të shëndetshëm, ju mund t'i shfrytëzoni dhe mund të lexoni rreth vlerave, përfitimeve që ka secila prej farave. Jeta jonë duhet të jetë e ndërtuar. Ne kemi është tamam një shprehje e bukur që gjithmonë duhet ta përmendim njëra tjetër. Do t'i shtosh të gjitha farat apo? Sa ndërton, sa flasim që ndërtojmë jetën, unë le të ndërtoj pak. Ja, se duam të shohim pak, i ke shtuar në ujë. Farat që të zbuten, i duam pak minuta. Do t'i lë këtu. Janë shumë të shëndetshme. Farakia kemi? Sa kemi atje tjetër? Po të gjitha do në e ke sjell, besoj, patjetër te uta. Apo mos angarkoj dhe shumë. Edhe mos angarkoj dhe shumë. Të duhet patjetër përkohë me farat pastaj të Kias, i kemi patjetër dhe aty. Pra, e lë këtë masë të tillë. Ndez. Gati vatrat për punë, për aksion. Kur ato që ndrojnë bëjnë ato si gelatin, ato ujin e bëjnë pak më të trash farat. Pra, kurse farat të Kias janë akoma dhe më të fuqishme, e kanë gelatinën, a e keni pa për shumë që janë disa truke, nisështë dhe farat e Kiase? Kjo gjë, që mua duhet të filloj. E vërtet, po edhe me farat e Linit mund të bësh një botok natyral për fytyrën, thjesht i lë ashtu në ujë. Madje po deshe ti edhe pak oriz. Këtu ndalemi, ha bravo, këtu ndalemi, këtu ja bashkëtuaj këtë. Ajo masa kështu si gelatin, ti e vendos të gjithën aty te fytyra dhe merr një shkëlqim natyral. Dhe e dim shumë mirë që farat e susamit duhet të kalojnë në proces termik. Kur ne duam të bëjmë në këto gatime, ku kemi ëmbëlsirat nuk i kalojnë në proces termik, sepse na duhet do të kalojnë në procesin termik. Që kështu mua më duhet e përzier, jo pjesa e sipërme. Kam spinaqin. Ops, e largoj pak në tutje. Nuk dua absolutisht të vendos zoreza. Kur vendos zoreza, patjetër nuk jap ngrohtësinë e dorës. Përgatitje. Absolutisht. Nuk kuptoj në ndjesitë e mia të lëkurës, dhe mua më pëlqen që të kem ndjesinë e lëkurës të kuptoj produktin e gjithçka. Tu kam sodën dhe soda nuk më duhet për momentin sepse më duhet kripa. Ja. E shtyp kripën. Pra nuk e kemi kaurdisur fare në vaj spinaqin, një shplarje të mirë të kemi duarve. zbutur duke sikur e shuajmë, themi ndryshe. Edhe kur përdorim spinaqin për byrek me dy pet, sërish të njëjtin veprim bëjmë duke i shtuar edhe qepët e njoma. Në këtë recet vim pak më ndryshe, duke i shtuar më tepër vlerat ushqyese të përgatitjes së kësaj recete, përveç se spinaqit që patjetër që ka vlerat e veta, do të përdorim edhe dy lloj farash, susami dhe farat e lirit. Të dyja kanë një proces, njëra në ujë, tjetra në nuk shtojmë yndyrë absolutisht tek farat e susamit, sepse vetë lëshojnë yndyrën, dhe ky është produkti kryesor kur ne themi që kemi atë tahinin për të krijuar salcat e tjera. Qëndroj këtu dhe marr. Miell, ju keni diku te 300 gram. Unë kam marrë të bardhin, miell misri të bardh, keni dhe të verdhin, keni dhe atë për ballokume. Këtë doni ju mund të përdoni nga të treja, sepse nuk është problem. Avash, shkon edhe me sy, sepse në basë të spinaqit që keni, në basë të djathit, unë e lë deri këtu një herë, këtë masë. Shtoj sodën. Vaj. Dhe një luk. Dhe tani do ta zëm masën. Më duhet të jetë një masë. Shumë pak shtoj, sepse do kem dhe masën që kam. Të ujit të farave të lirit. Do të shtosh me gjithë ujë apo vetëm fare? Ashtu, siç është, po. Ajo e ka lezetin.
edhe masën e farave të pjekura, që lëshojnë një aromë shumë të mirë, si çdo fare dhe aror që kanë dhe yndyrat e tyre të pangopura, dihet që janë shumë të mira për organizmin, për trurin, duke qenë se kanë yndyra të mira dhe truri ynë yndyr do. Yndyr të mirë kuptohet. Po, yndyrat e mira. Na ndihmojnë për kolesterolin farat e susami, gjithashtu, nga farat më të lashta të përdorura për gjendje të caktuara shëndetësore, mbi të gjitha kanë dhe shumë hekur për personat të cilët e kanë këtë mungesë, janë të shumt, duhet të përdoren rregullisht për të parë pastaj ndryshimet në organizëm, në trup. E ndihmoj. Ka i shumë për të folur për gjitha llojet e farave, sa në një ditë fillojmë të hapim dhe një rubrik brenda kuzhinës, duke gatuar, sepse edhe vetë çdo paketim ka një mini rubrik të vogël që thotë e dini se cila farë ose se cili produkt çfarë vlerash ushqyese ka. Për shembull, selini është një bimë shumë e shëndetshme. Janë një fabrikë e vogël ushqyese, ndaj edhe quhet dhe kategorizohet tek superfood, sepse kanë jashtëzakonisht shumë vlera për organizmin, përmbajnë një numër të lartë fibrash, antioksidantësh, fitokimik, vitamina dhe minerale, të pasura gjithashtu me omega 3, i njohur ndryshe si acidi linoleik, dhe këto kanë përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore të zemrës, rregullojnë procesin e tretjes në organizëm, dhe gjithashtu nga sasia e lartë e fibrave që ato kanë, na bën të mundur edhe në uljen e peshës. Unë i konsumoj kështu siç janë, në fakt, nuk pres që t'jas t'i zbuz, as t'i kaloj në përgatime, një lugë, 2 lugë faraliri, ose pastaj pjesa tjetër nëse dëshiron, me atë gotën e ujit, esëll në mëngjes, i lini që në darkë të qëndrojnë në një gotë me ujë dhe çdo mëngjes esëll mund ta konsumoni. Po edhe të dobësoj. Nëse? Sepse kanë shumë fibra dhe përshpejtojnë procesin e tretjes. Nëse unë do ta lë masën e misrit, janë farat e susamit. Shëndyra që lëshon, po. Pra më duhet një masë as e ngjeshur fort, po as edhe ujshme, pra diçka e tillë. Ta luajm me gjalp apo me vaj? Që të vendosim masën. Me që jemi tek ushqimi i shëndetshëm, pra ju e pa që nuk shtova asgjë tjetër, nuk shtova. E don që këndyrën të baza, sepse edhe mund të ngjitet. Këtu e marr. Të njëjtën gjë pas kemi qenë në të njëjtat frekuenca të gatimit, unë ndje e bëra po me presh këtë pispili, sikur kishin folur bashkë. Ato perime kisha në shtëpi, thjesht e zbuta pak, me pak ujë në temperaturë, se ndoshta preshi nuk e ka këtë butësinë që ka spinaqi për t'ia ulur volumin. Ja në të njëjtën mënyrë, shtova dhe farat dhe është një recetë shumë e mirë. E konsumojmë kështu siç është, e marrim me vete, për fëmijët në shkollë gjithashtu, mund të shoqërohet edhe me një kos, me një tarator, sipas oreksit. Me çfarë të doni ju? Është një sugjerim shumë i shëndetshëm. Doja tani që ti përsërisja apo përmblidhja në një farë mënyre produktet që na duhen për përgatitjen e kësaj pispilie. Do jetë shumë e mirë dhe shumë e shëndetshme, siç e thash. I tregojmë produktet në ekran, po i lexojmë. Pacarok me miell misri dhe spinaq. Siç e tham që pispilia quhet ndryshe edhe pacarok. 300 gram miell misri, 200 gram spinaq, 1 lugë çaj krip, 1 lugë çaj sodë ose pluhur pjeke, 500 ml ujë të nxehtë, jo shumë të nxehtë, të vakët, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle fara lule dielli, fara kungulli, fara susami, fara lini, 50 gram djath i bardhë. Pra, ju mund të zgjidhni një prej llojit të farave dhe mund ta përdorni në këtë recetë. Mund të zgjidhni 2-3 lloje në bazë të dëshirës dhe shijes, oreksit që ju keni. E vendosim tani për t'u pjekur, Albana, apo e vendos në temperaturën që ti ke ngrohur sobën. Presim që të piqet dhe
do t'ja u tregojmë të përfunduar. Para të kalojmë tek receta tjetër, e cila është? Me patlıxhan. Kemi një recetë me patlıxhan pas pak, me njerë do të rikthehemi pas kësaj hapësire të shkurtër të mesazhit promocional për super produktin që trajton dhe kuron prostatën. Ja të kemi në kuzhinën tonë për të vazhduar me përgatitjen e recetës. Do t'i tregojmë fillimisht produktet, çfarë ju duhet në tryez për një recetë të shpejtë të drekës tuaj. Përveç patlıxhanëve, kjo recetë ka domate, ka pak djath, hudhra, uthull, kri piper të zi, pak armoskat, pak salcë. Pastaj për erëzat të cilat ju mund t'i zgjidhni sipas preferencave dhe dëshirave tuaja, tavë me patlıxhan, do ta vendosim në furrë për t'u pjekur, dhe të përdorim dhe djath të bardhë. Për një recetë më të plotë për gjithë familjen, do të keni 1 kg patlıxhan, ne do përgatisim këtu një masë më të vogël, po për këtë masë keni 250 ml salcë domate, ose domate të grira, pra gati një gotë, një 100 gram djath kaçkavall të grirë, 150 gram djath pice, 200 gram djath të bardhë, 5-6 kluk supe vaj, 1 filxhan kafeje verë të bardhës e të kuqe, thelpin të hudhrës 8 deri në 10, piper të zi të bardhë, armoskat dhe rigon, 4-5 domate të vogla, 1 tufë majdanos, krip sipas shijes. Tavë me patlıxhan dhe djath. Do të ngrojmë vajin tani fillimisht. Duke vendosur patjetër vaj bimor. Një vaj të artë, siç është gold. Marë dhe pres në fetëza patlıxhanët ose patlıxhanët në varësi të dialektit që ju keni, këto që kam të paktën. Jam jep edhe pak miell, Niki. Miell misri po vendos, pa problem. Pak krip. Pak piper. I përzijej. Thjesht, sa për të thithur lakështirën që ka vetë patlıxhani, Po. Dhe i krijon një si shtres të hollë. Po. Plus, më ndihmon mielli tek salca që bën trashjen e duhur. Sa të merrni për shembull ju, bëni salcë, merrni mielin me ujë dhe trashni, është më mirë sepse ka dhe shijen. Po. E vetë. Ja ku kam edhe këtë këtu. Do t'i lëm të skuqem pak nga dy ana, sepse procesi tjetër vazhdon Shumë pak, po. Sërish. Me masën tjetër. Bëjmë dhe pjesën tjetër, ndërsa për pjesën e salcës, do të përdorim edhe salcën që e nisëm dje dhe nëse na ndoqët gjatë gatimit, e kemi shfrytëzuar për të dyja recetat. Është një salsume freskët që përgatitet nga domatet në kohën e tyre të sezonit, e theksojmë këtë, ndaj ndonjëherë është mirë që kur sezoni i tyre nuk është, pra aktualisht në vendin tonë ose edhe kohë më përpara dhe në dimër, mirë është të përdorim salca të tilla në kavanoz, në shishe qelqit, të cilat dihet që përgatiten në kohën kur domatet kanë pjekurinë e tyre më të madhe dhe përgatitet më së miri. Ndërsa, do të shtojmë edhe 2 kokra të tjera domate për vazhdimin e kësaj recete. Ju po të doni kaloni në kubik, domatet po të doni jo në kubik, në formë të shregullt, si të doni ju, se nuk është se... Pra nuk është një gjeometri këtu që ne duhet kemi... O një rëno tjetër mund tjetë prerje të rregullta. Ose prerje të rregullta. Salsa është salsa, ka prerje të rregullta. Ndryshe do ta kishte këtë emër. Marr dhe i vendos direkt. Ju mund t'i bëni me si të doni. Mund të vendosni ragu. Mund të vendosni pesto borziloku. Mund të vendosni
Nga reshti i linja që ne salse që ju dëshironi. Këtu. Dua që të plotsoj të gjithë vëndin, shiko, del edhe del krokante. Prej miellit të misrit. Pa tjetër që po. Ja. Thoni ju Albana, ja varet ashti fillove pa erza, me erza pa tjetër. Ja, me erzat, këtu, sepse kjo jep shien. Kripë dhe piper, pak miell dhe deri këtu e kemi këtë proces. Pra i shtruam një shtres patlıcan. Pjesën tjetër. Vajnë sërisht. Pra ja shtojmë gradualisht. E kemi thënë që patlıxanët 1 dhe kërpudha 2 janë thithse të vajit. Po. Nuk do të përdorim vaj tjetër në jo, absolutisht jo. Me mjaftojmë me vajin që ato të përthithin. Tani, kam edhe pjesën tjetër, gjë që unë do të punoj me salsën. Ja, i gjede një vënd tjetër. Nuk më duhen të jenë të gatuara, të skuqura mirë-mirë. Derisa furën nuk do të haroni, gjithmonë fura është në parangrohje kur ne gatuajmë, sepse na ndihmon. A kemi folur gjithmonë për punën e asaj enës së bakrit, që edhe mbas heqjes, pra kjo ka ardhur nga vendet arabe, nga Turqia, sepse dikur kanë qenë enët e bakrit. Më pas dolën enët e gurit, enët e bakrit, por ena e bakrit është duhet ta heqim sepse e ka edhe 20 minuta të tjera më pas, e vazhdon procesin e ka procesin e nxehtësisë. Dhe jo më kot, ballokumet për shembull, elbasanllit i gatuajnë me enët e bakrit. Tani, të dyja shtresat kam dhe nuk kam tjetër gjë, edhe të filloj. Më enët e bakrit në ditët e sotme. Dikur janë unë mbaj mend e vogël, përdorur më shumë, edhe për ujin që pinin dhe konsumoni, dhe përmes ujit merrmi dhe bakrin, këtë mineral gjurmë, që quhet mineral gjurmë i vogël, që shpeshherë e kemi dhe në mungesë në organizëm. Por ka dhe atë procesin e vetë, si quhet procesi kallajisjes. Po. Të çdo enë të bakrit që përdoret edhe në proces termik, por edhe në enët e mbushura me ujë për ta konsumuar, janë kuriozitete dhe informacione të cilat janë zbehur, por që kanë ndryshuar kaq shumë kohët sa ndonjëherë prej enëve që gatuajmë, skuqim apo i përdorim në jetën tonë të përditshme, ne mund të marrim edhe shumë, le themi, element kimik për organizmin, toksik për organizmin, sidomos keni kujdes tek tiganët kur skuqim. Dikur, thash, kur isha e vogël te pazari i ri, ishin gjitha këto nga gjithë me kallaj, me kështu. Jo më kot, Korça për shembull ka emrin kallajxhi. Po, pra familja që merrej me gazanati, jorganxhi, ato që qepin organ. Pra gjithmonë i shtonte një xhi nga mbrapa dhe nga emri i profesionit që kishin. Por bakri aq i mirë sa është, sepse duhet jetë i punuar, normalisht bakri është edhe i dëmshëm, në qoftë se fillon dhe kruan, është toksik nëse ti e merr në sasi të mëdha edhe të pa. Pra unë di them që gjyshi im ka vdekur nga ena e bakrit, gjyshi im. Si u toksifikua, si e pati? Faktikisht që punonte me bakër? Jo, nuk punonte, por ishte i dënuar për shumë vjetë në burg, kur erdhi koha të dilte në kohën e kolerës, i dhanë ushqim në enën e bakrit. Edhe ai nuk doli i gjallë. Nuk doli i gjallë. Prandaj shpesh kur unë përmend gjyshin tim. Po, nuk doli i gjallë. Jo, është e vërtet. Jo, e them unë tani kështu për të lidhur. Do nuk është prallë, po është e vërtet, është reale, po. Po. Pra është njeri që i hyn në listën e të përndjekurve, kjo është.
Mirë, mund të Pra, ketë ena e bakrit, por që i kanë hedhur aty te ena e bakrit. Ena e bakrit, pra ndaj them, enat e bakrit dikur ishin enë bakrit për të gatuar dhe enë bakrit që nuk përdoreshin për gatim. Sepse ena e bakrit, kur nuk është për gatim, lëshon një gjurje shile. Pra, kujdes, ne themi enë bakrit, themi, por ama dhe enat e bakrit që ju mund t'i përdoni, për shembull, dua një pastrim të veçantë dhe ne kemi thënë ato pastrimet të enëve, të florinjve. Edhe për enën e bakrit du t'a sjellim, Niki. Du t'a sjellim. Janë ashtë rralla, kush i përdor. Tani mund është të lutem të më sjellësh edhe një pjatë, edhe filloj unë me salcën. Ja. Që se janë bërë patlıgjanët, edhe marrin, unë di them që nga vaji i dur, shiko fillojnë, si kur marrin një mas, një volum, fryhen. Unë i kam prerë të holla. Pra, është një vaj që është pa aromë, pa ngjyrë. Është aq e brisht, sa që aspiruni. Këtu, unë do të shoj tani masën e salsës. Ja ku e kam. Opa. Po kjo shtresë do jetë, normalisht do jetë një shtresë më e pakët, dhe shtresa e parë që unë kam vendosur. Edhe salcën e ke gati, ndoshta edhe bashkë me këto dhe domate, hudrat. Këtu, si të bëjmë në shtëpi, na mbetet pak salcë në fund të kavanozit apo shishin dhe e përdorim me pak ujë, shtojmë përsëri në tigan. Regu, e largojmë, edhe kapaçkën këtu, do të shtoj. Vrat. Këtë masë që unë kam. Mielin. Të dua unë. Ti shtosh direkt në rende, okej, më mirë, ashtu se bëhen dhe më të vogla më... Edhe pjesën e tomates, ndërkohë... Mund të ma presësh edhe atë për gjysmë të lutë? Sigurisht. Sa bëhet gati kjo salca, që të tretet pak të marri dhe aromën e hudrës. Pra, duhet të kem domate të freskët, ju mund të aprisin në kubik, mua më pëlqen që ta kem të tillë, sepse kur ne presim në kubik, ne nuk e kemi sallat dhe nuk qëndron kubik, normalisht. Pra, duke përzier të freskëtën, dhe këtë që kemi të përpunuar që i ka të gjitha brënda, prandaj dhe unë nuk vendosa qep, sepse dua të kem aromën. Tani, do të lëmë pak salcë të qëndroj dhe domaten të zbutet. Ne do të shkëputim vetëm për pak publicitet, është momenti reklamave të radhës dhe do të rikthehemi për të vazhduar recetën. Mirë se erdhët. Në këtë pjesë të dytë të recetave tona, në fakt do të vazhdoj me recetën e tavës me patlıcan. I kemi skuqur me pak miell erza, i kemi marinuar, kemi vendosur dhe salcën në tigan për të përgatitur. Salcën star bashkë me 2 domate, krip piper të zi për të aromatizuar edhe me hudrat. Shtojmë edhe rigonin dhe kemi gati si salcë për të ja vendosur patlıcanëve. Shtoj pak krip, sepse do kem djathin. Shtoj pak armoskat, një prekje, ose armyshk, një prekje. Sa të zbus pak nervat e kryeneçës. Hop, e largoj. Ta shpres djathin, e lë këtu të prerë, një pjesë të majdanozit. Shtoj, sepse është e fuqishme nxehtësia.
Ta vulloj dhe... E ullë nxehtësinë, dua të shtoj majdanozin. Ups, brenda. Dua dhe një pjesë tjetër të djathit. Ta kaloj. Pra, nga ana e gjërë, ju mund ta vendosni ku të doni, ë? Se vetëm ngrirja e djathit nuk do ndonjë amëndësim të madh. Ku të si të doni ju? Nëse doni më të lumë, nëse doni më të plot. Prandaj thash që nuk i shtoj krip, i shtoj shumë pak, që mos ta bëj zeher. Unë kam, them, djath mozzarella, për të ndihmuar xhepin tuaj normalisht. Nuk kam marrë djath mozzarella, por kam marrë djathin e fortë në salsë dhe të jep atë shije, atë ndjesi si kur është mozzarella. Tani, pjesën tjetër, normalisht. Ka çkavall nga erzeni, që kemi dhe djathin e bardhë, po nga erzeni gjalpin gjithashtu, për t'i dhënë gatimeve tona shije e duhur. Janë paketime kështu hermetike, në paketime më të vogla, për familje më të vogla, ose për gatime të tilla, të cilat nuk na kërkojnë një sasi më të madhe të djathit. Djathin e bardhë. Po, edhe ky paketim në vakum. Super, ja një copës e tillë, të dikute 250 gram. Në kubik, në thërmia, si të doni ju, mos e vrisni mendjen fare, se unë po i pres kubik edhe duhet edhe ju kubik. Absolutisht, gjysmën Edhe të thërmor, siç është. E masës, e shtoj direkt. S'kemi pse lodhemi, jo po gjysma këtu, jo po shtresa e djathit, të gjitha në një të shkojnë. Ja. Kaloj. Pjesën e djathit. Njëra shtres. Një shtres. Hop. Shtresa tjetër. Gjyqo, e largoj dhe këtë pjesën këtu. E krijoj. Ja, këtu të shtja. Ka dhe një pjekje pastaj në furrë, të lirojmë vendin. Ma shumë e letë, ajo pjekja është aq e letë sa do dhe pak. sa më nuk bën. Nëse unë do kisha një tenxhere, një tavë inoksi, normalisht do ta vendosja këtu sipër dhe do ta leja aq. Që të vazhdonte procesin mbi sobë. Sikur t'i kishim të numëruara. Fiks për sasinë tavës. Ja dhe shtresa tjetër tani me saks. Pakës fare ujë shtoj këtu. Dhe është nga ato receta që kërkon atë bukën e thekur për ta ngjyrë, me atë salcën e shishme. Tani që keni dhe pispilin, jeni në rregull. Sepse e kisha të mirë menduar çfarë do më shkonte. Sigurisht dhe me pispilin. Pak të pastroj edhe unë vendin, sepse Ja ti edhim një sy pispilis deri në çfazë është, po besoj se do t'jetë e duhura. Vjen një aromë shumë e mirë. Gatimi. Ja, pispilia
ose pacaroku me spinaq, i tregojmë dhe njerë produktet, kemi përdorur shumë fara për t'ia shtuar atë dozën e shëndetit edhe të shijes padyshim kësaj recete. Mirë është në këtë ngjyrë, janë përthithur lëndjet, që është gati për të kulluar pak dhe për ta prerë, për ta shijuar. Pacarok me miell misri dhe spinaq. 300 gram miell misri, 200 gram spinaq, 1 lugë çaj krip, 1 lugë çaj sodë ose pluhur pjekje, 500 ml ujë të nxehtë, 2 lugë gjelle vaj ulliri, pastaj për fara nga 1 lugë për secilën. Dhe dielli, kungulli, susami, liri, po doni dhe kia, 2 nga këto ose njërën, këtë keni ju në shtëpi, dhe 50 gram djathë të bardhë. I bashkoni të gjitha në një tas, spinaqin jo të gatuar, vetëm të shtypur pak me dorë, i trazojmë mirë në një tas dhe i vendosim në një tavë të lyer me vaj. Më pas, do ta piqni kaq shumë e thjeshtë dhe rezultati shihet. Shtoj. Te vendi i pacarokut do vëmë dosim tavën. Pakës krip. Pak rigon, që unë tani që e kam në dorë, pakës fare, ja. Një prekës është djathi, dhe pak armishk. Shumë pak, a? Ja, kështu. Kaq. Dhe direkte në furr. Në sa grade? Ju e dini tashmë? Unë asnjëherë nuk theksoj dhe nuk cilësoj gradet, sepse fura nga fura ndryshon, fura profesional me furën e shtëpisë sërish ndryshon, pra ju që të jeni safe, ta keni më të sigurt gjën, duhet ta keni në 220 gradë për sa minuta, aq minuta sa ju të vendosni. Aj sa që është, po, e duhura. Pika të dali e tillë, pra vishet me ambull, dhe jemi gati për të ngrënë. The action. Kaq. Të ftohet pak dhe do ta shijojmë të gjithë. Edhe me tavën përfunduam, tani do kalojmë tek receta e tretë në minutat që na kanë mbetur. Tregojmë pak produktet e recetës. Çfarë kemi Albana tani? Çfarë do t'i tregojmë? Kemi disa byreçka të vogla ose spring rolls ose mini role, si të doni ju, nuk ka rëndësi se si ne i emërtojmë. Janë byreçka të vogla, role, me petë. Okej, le t'i shohim pak produktet të shpejt, meqense kemi edhe me petë të gatshme, do mundohemi t'i realizojmë sa më shpejt. Do përdorim dhe këtë salcën soja nga Ponti, byreçka role me lakër. 200 gram lakër, 1 karot, 1 spec i kuq, 2 qep të njoma, 1 lugë gjelle salcë soje, 1 lugë çaj gingerfill, 1 thelpi hudhër, 8 apo 10 petë për spring rollsat, siç thot Albana, krip dhe piper sipas shijes dhe vaj për spuqje. Atëherë, marr një tigan, Ponti direkt nga Teuta është lider në prodhimin e salcave, uthullave, nga më të mirat që mund të ekzistojnë dhe mund t'ju japin shije gatimeve që ju i keni të preferuara. Do të përdorim sot salcën e sojës, sepse kemi tek kjo recetë që nuk është e tradita, dalim ndonjëherë pasere dhe nga tradita për cilë receta po aq të shishme edhe për të eksperimentuar në kuzhinë. Produktet i lexova, tani bëjmë gati, besoj petët. Pra, unë petët i kam petë të gatshme, shikoja, të tilla. Dhe aty dhe këtë përdorim. Të tilla ato. I kam prerë. I ke bërë gati, bukur fort. I kam bërë gati. Gati në katrore. Kam spinaqin, gjë që të marrë dhe një talier unë që të punoj. Petët e holla fare që janë për baklava. Po i lëmë këtu dhe i përdorim për t'i mbushur në vazhdim. Të prera të gjitha imët, karotat, qepot e njoma, spec të prera në shkopin të holl, po ashtu edhe lakrën në atë formë. Kam yndyrën, normalisht me vaj bimor. Kam hudhrën e tillë. Gre. Temperaturën. Holl. Si gjithçka që kemi prerë, holl. Tek hudhra. Shtoj gingerfill.
nuk dua që të digjet vaj. Shtoj lakrën. Qepët e njoma. Karotat. I largoj. Ja. Të mos të duhet për salcë, ndoshta. Shumë letë. Shumë letë. Spec kuq apo spec jeshil apo spec të verdh, si të doni ju. Nuk e keni. Unë e kam shkruar spec kuq për ngjyrë. Këtu. Të shtoni masën e kripës. Do keni shumë kujdes, sepse soja për ju që e përdorni, soja kërkon, kur është e trash, kërkon një hollim, as 50 me 50, po 70 me 30, sepse ka shumë krip. Kaq krip. I largoj të gjitha dhe më duhet mielli tjetër. Të krijoj një qull. Tani unë po përdor lugë metali. Ato nuk do të marrin ngjyrë, thjesht do t'i lëm të zbuten pak apo jo. I preke lehtë. Thjesht sa ma pak të lutem. Pakës fare piper. I kaloj të gjitha. Shtoj masën e spinaqit. Dhe çfarë densiteti? 2 minuta na kanë mbetur, wow. Mund të shihni duke shtuar Albana densitetin aq më duhet. Salcës, jo thjesht doja të tregoja se sa e trash ishte, sepse në treg ka disa lloje të tilla salcash. Ne kemi një salcë të duhur, që ka trashësinë e duhur, padyshim që edhe të gjitha t'i largoj. Të gjitha t'i largoj. Sa bëjmë këtu, më kap një tigan, thjesht ta kaloj direkt të tigan. Do ta fuqim atë direkt të tigan. Po, një tigan të voçkël, do të shtoj masën shumë mirë. E sojës. Kjo është shija, zbutja. Kaq, e largoj direkt. Këtu. Shqulli. Tregojmë 1 ose 2 byreçkat e fare dhe pjesën tjetër do ta vazhdojmë më pas. Direkt këtu. Pra dhe njëra aty te tigani ka urdisëm lakrën të prekshu në shirita, qep të njoma, speca, karota. U zbutën në vaj. Tani në këto peto të prera në katrore, në formën katrore, i mbështellim. Është nxehtë, është nxehtë, dhe kërkon që të ftohet kjo gjë. E kaloj. Por petët mund të jenë shumë të holla, po i mbështellim në dyshe. Edhe pak e nxehtë edhe do t'i ngjisim me brumin. Po, pra është. Super. Pra është e nxehtë, edhe sërish qëndron. E lëm paksa, pak fare vaj sa të bëhet, edhe fillojmë me të tjerat. Me një do vazhdosh, me një petë të holla, po do t'i vendosësh dyshe? Një kërkon kjo faktikisht, sepse po t'i vëm dyshe, na del, ndërkohë që bëhet dhe peta tjetër, unë po sjell tavën, aq sa ka shkrirë djathi, për ta treguar pas kam këtu dorezën, që të tregojmë të finalizuara recetat. Ja, edhe tava.
një aromë fantastike, një ngjyra të bukura, edhe pse u dojgjë. Mund t'i radhisim, pra mund të jenë të skuqura, mund t'i radhisim në tavë, si të doni ju. Pastaj, në fund fare do t'i spërkasim me susam, me soja, i ngjyeni dhe jeni. Okej. Pra pasi të janë skuqur, do t'i spërkasim susam dhe soja. Asgjë nuk është e vështirë. Pra keni një gatim. Sa të marri një faqe, unë do të sjell dhe një pjatë që thjesht na bësh atë spërkatjen. Patjetër që po. Dhe e tregojmë siç duhet. Ja. Okej, vetëm njërën. Sa për ta treguar si shembull nga Joan. Kaq, se nuk ka nevojë të bëhet më shumë. Se shpeta shumë e hollë dhe nuk ka nevojë për skuqje. Nëse ju do i vendosni 2 peta, perimet janë po snuk të kaurdisura. Ja. Okej, atë të parën Albana mbase e spërkasim që ta tregojmë siç duhet. Patjetër që po. Patjetër që po. Vazhdoj. Një sekond. Shtratin dhe jemi drejt përfundimit, do t'ju pres pas pak në bisedë. Recetën do ta gjeni me mënyrën e përgatitjes, jo vetëm këtë që po përgatisim, por edhe të dy të tjerat në kanalin ton në YouTube në Reze Dielli. Vazhdoni të klikoni aty për të mësuar dhe për të përvetësuar shumë receta. Ja, shumë e bukur doli. Dhe një shkrim kulinarie me Po. Është ja, këtu me sojën ponti. E vendosim bashkë me recetat e tjera. Patjetër, dhe disa fara susami sipër dhe jemi. Kjo është receta jonë e tretë. Këto byretshka të cilat janë fantastike edhe për brezat e rinj që i duan kështu të bukura, po edhe për ne në shtëpi ja u tregojmë më së miri disa modele të ndryshme të kurimit të pjatave të lumshin duart. Shpejt i përgatitëm, shihemi pas pak bashk. Faleminderit. Sot kemi në studio një histori të veçantë, plot dashuri, plot sfida, me triumfe të vogla, por me triumfe shumë të mëdha në shpirt. Një nënë e fortë dhe djali i saj në spektrin e autizmit do të na rrëfejnë jetën, ditën e tyre, sfidat që po kalojnë së bashku. Padyshim gjithë përfshirjen, mundësinë që ka ky fëmijë për të treguar atë çka të tjerët nuk e njohin, këtë botë të bukur plot ngjyra, për ta përfshirë edhe në shoqëri. E padyshim për të na treguar, le themi, mesazhet e fuqishme që këto të dy kanë për ne. Nën e birë do të rrëfejnë këtë marrëdhënie të veçantë prej 17 vitesh, Bardha Prifti dhe Elsi Prifti. Mirë se erdhët, zonja Bardha. Mirë se erdhe Elsi. Mirëmëngjes. Faleminderit që je këtu. Ke emocione? Po. Pak emocione. Ka marrë një libër Elsi, sepse do të na lexoj pak më vonë një fragment, zgjodhi nga biblioteka jonë, sepse Bardha më tha që ka shumë dëshirë të lexoj gazetat, të lexoj librat. Por ta nisim pak fije në historisë nga fillimi. Ju si prind, djali është 17 vite, në ç'mosh e zbuluat që ai vuante nga autizmi? Unë miki e zbulova në vit kur djali ishte 2 vjeç. Pasi bëri vaksinën, që përfshin 1 vjeçin, se bëjnë gjithë fëmijët. Edhe aty pashë sikur diçka shkonte. Deri në atë mosh ishte çdo gjë në Ishte rregull mirë, apo mami, babi, gjë? nuk, si nën e re s'kisha informacion. Si nën e re bëja detyrën, më dukesh okej. Pastaj pashë shkonte diçka mami, babi, edhe doktoresha e familjes më tha, "Shkret Elsi, i bëri përshtypje." Ishte në moshën 2 vjeçare kur këto mungesat të komunikimit kishin filluar. Pastaj aty u testuam, siç janë rregullat. Edhe Elsi dilte i vënuar, domethënë kështu funksionon autizmi. Në 1 vjeç të nxjerr 3-4 muaj. Kështu është. Dhe bëra testimin. Puna e parë është që të socializohet me fëmijët në Kopësht. Unë direkt në Kopësht, po. Ju si e përjetuat Shumë atë moment kur mjekja apo jo ju zbuloi dhe ju tha që djali juaj vuan nga autizmi? Shumë keq Niki. Më keq s'kas. Informacione s'kishim. Vështirë ishte, thash si shpjegohet që fëmija nuk flet.
Pastaj mblodha veten, direkt në kopës privat, edhe aty e pranuan me njerë, sepse Elsi ishte i urtë, i qetë. Aty deri në 6 vjeç, Elsi ka qenë kopës privat. Po? Pastaj, mas një viti, u bëm gati edhe për parashkollor, po kemi shku 7 vjeç, sepse duhet të Po, do më thënë ju e quat në kopësh, po këto terapit për ta Po, edhe në terapi. Paralelisht i filluat me një herë, sa po ju thamë. Patjetër, ato janë domosdoshme. Edhe ndërkohë dhe terapit, kështu që ishte për të bërë. E mira, i terapie duhen sa më shumë orë të bësh, 1 orë, 2 orë, ishte e vleshme dhe e rëndësishme për ta. 1 orë, 2 orë në ditë, çdo ditë të çonit në terapi? Çdo ditë. Pra për gati 15 vite, pra që në moshën 12 vjeçare tani, 2 vjeçare, Elsi tani është 17 vjeç, 15 vite resh Unë në Elsi këtë 2 betejë. vjetë kam quar në shtet, pastaj e kam quar në privat. Po. Elsi që 6 vjeç ka qenë në terapi private, që kushtonte. Sa shkoste, dua të di, sepse përveç vështirësive, sfidave të tjera, pamundësive që kjo punë ose kjo marrëdhënie do pa tjetër atë durimin e fort të hekurt të anës tuaj në radhë të parë. Unë e kam ti, Për të Niki. mos dorëzuar, pa dyshim që ka dhe kostën e vetë financiare. Terapia në muaj do 350.000 të vjetar. Më dhe 15.000 lekora, tani është bërë dhe 20, se gjithë gjë shtrëntohet, që Elsi e ka bërë 13 vite. Pa pushim. 5 ditë të javës. Me gjithë ato ja vlenë se... E ka ndihmuar terapia? Elsi tani në këtë mosh arrin të flas, arrin të Elsi flet, të lexon, shkruan, është në shkollë, për kuptuar, kupton edhe pa u shprehur tani ki. Po. Domethënë truri funksiononte, se në atë parë pas funksionon truri nuk vin fjalët. Plus edhe dëgjimi se ka problematika e fëmijëve. Jo, është i rregullt, strikt. Aha, do të po e rregullon këtë pjesën e pecetës. Është shumë strikt. Kështu që për Elsin ishte okay se ky ishte urtë, socializohesh, edhe unë detyrën time e kam bërë. Dhe kur fliste Elsi, filloi të thoshte një vjesh në kopësh, po autizmi funksionon kështu, Niki, nuk, domethënë të tha një vjesh folja do ta zgjidhje mekanike. Do t'jam mësosh ta përsërisësh. Edhe megjithatë unë mendova se Elsi thash, okay, po fillon, po bëhet si fëmijët e tjerë, po me lodhje, duke mësuar gjithë kohën. Duke përsëritur fjalët, fjalit. Duke punuar vazhdimisht, dhe në shtëpi, po edhe në... Më shumë në shtëpi, Niki, se terapia njënë në ditë bënim neve. Po. Juve besoj, ju është dashur që për shkak të fakti që duhet të qëndroni afër me të, duhet jeni gjatë 24 orë me të, ju e latë punën dhe jeni e fokusuar gjithë ditën vetëm me djalin. Unë kam lënë punën që kur u diagnostikua Elsi, që kam qenë në stop me të. Edhe s'jam pishmar fare, kështu që terapia kam bërë, detyrën time sinën e kam bërë, e papërtuar, shëtisja me Elsin Si është një ditë juaj e zakonshme me Elsin? Tani që është rritur apo duke që me vogël? Po tani besoj se tani është pak një rritur, ka shkuar në shkollë, aktivizohet në aktivitetet të ndryshme, kemi dhe foto që qarkullojnë për të treguar ditën tuaj. I ka të gjitha qef. Elsi nuk përton fare. Neve në 7:30 të dalim nga shtëpia shkem në shkollë. Elsi ri në shkollë. Ku studion? Elsi është në shkollën hoteleri turizmi, viti parë. E ka me qef? Elsi ka me qef. Para se të shkojmë në shkollë, ne kemi bërë kurs të kuzhine, 4 muaj. Elsi atje angazhohesh, gatoanin, do më thonë, e ka dhe me qef. Nuk shkon me zorë, se e qoj unë. Edhe ndërkohë bëjmë dhe kurs pasqerie, tani që jemi në shkollë, po prapë, mas dite. Elsi shkollën e ka qef, kemi dhe mësuesin ndihmës aty që Elsi në ndihmon dhe do përshëndesim profesor Satin Elsi, te kamera, të profesorit. Elsi të pëlqen shkolla? Të pëlqen shkolla Elsi? Shkon me qef në shkollë? Po gatimi të pëlqen? Po gatimi. Çfarë të pëlqen të gatuash? Kurabie. Kurabie, wow, do vish një ditë në e gatuash kurabie këtu në kuzhinën tonë. Në vim apat. Vim bashkë? Po, t'i bëjmë gati. Me mamin. Me mamin. Pa tjetër që me mamin. Si është dita jote me mamin? Më trego pak për mamin tënd. Është kjo mami jote e rept? Është shumë e mirë? Si është mami Elsi? Është e mirë, e butë, apo të vërtet mami ty? E butë. E butë është? E butë. Po babi? Edhe babi, i butë. Po kush të mëson të detyrat? Me këj bën detyrat ti mësime? Tërko që klinikit? Me këj bën detyrat ti? Me babin. Me babin, më shumë bën me babin. Dhe bën dhe kurabijet. Niki më shumë detyrat bën me babin ti. Niki dhe në këtë moment do të përshëndes që këtë babin e Elsi Spiron,
sepse ai na ndihmon për gjithçka po Elsi, detyrat, edhe në angazhime të tjera e shëtit, kështu që nuk përton edhe shumë baba. Shembullor, sigurisht që është krau i të mbështetës, për mbështetë për njëri tjetrin, duke qenë se ju jeni tashmë e dedikuar tërësisht ndaj shëndetit të tij, aktiviteteve për ta aktivizuar në aktivitete të ndryshme, për ta çuar në shkollë, për të kujdesur në një farë mënyrë, për të gjithë dita jote është e zënë, e impenjuar me të. Kështu që bara ekonomike i mbetet bashkëshortit për t'ju ndihmuar, për të punuar dhe për të përballuar gjithë shpenzimet familjare, po ashtu edhe terapicë që ai. Nuk e kuptojmë të gjithë një kështu, se burrat dhe mërziten, janë me në frego, edhe ja lënë gjithçka grave, se edhe kemi dëgjuar. Jo se ta lëvdoj burrin tim, po unë prapë nga ky moment do ta falenderoj se më ndihmon, është krau djathtë. Është gjëja më e mirë kur të dy bëni bashkë për shëndetin. Për mirën e djathtë. Mamë po abet. Po, do bëjmë. Tani ja shtim në mendje që do gatuajmë diçka. Të premtoj që sa të mbarojmë emisionin do të japim mundësinë që të gatuajmë kurabie. Po do ma tregosh pak si i bën kurabiet? Në fillim çfarë hedhim? Vezët. Pastaj? Vezët? Kosin pastaj? Qalbin dhe vaj. Pastaj? Një qeshtet. Jo, mielin. Sot, buke. Edhe i përzijim bashkë. Bravo, ti gatuan edhe në shtëpi, Elsi? Ke qef të gatuash edhe në shtëpi, me që se jeni në shkollë profesionale? Po, vjen gjysmë 3 vezët si fillim ti, nuk i mësën Paisje t'i bën gati gjitha. Super, i pëlqen gatimi. Më the që i pëlqente edhe të lexuar, të lexonte gazeta. Do lexosh Elsi? Një pjesë? Ja të librit, Do gjej ato recetën më duket. Lexon ti këtë librit, të dëgjoj Niki si lexon ti? Lexon ti Elsi? Morëm një libër të rastësishëm në bibliotekën tonë për të na lexuar Elsi se ka dëshirë të lexoj. Shpesh në të Shpesh në të petën në filje në pakës që në për në vetë për në petëri të gjatë shanë të bëtët të bëtët aktiviron mund të vëtë për e barabatat e shanë do të fje patetën në bëtët fizikit. Bravo Elsi. Bravo të ishket të vetë me të fizikët që të gjë. Bravo, e të lumt. Arrim t'i dalloj shkronjat, t'i lexoj fjalët. Po, lexon, po. Ka një emocion, nuk jarë të këllon mirë, po e se momentit një, ka pak emocione, na tha dhe para se të fillonim emisionin. Elsi, më thuaj, çfarë është mami për ty? Shumë e mirë. Shumë e mirë? Shumë e mirë është mami, Më trego pak cili është momenti më i bukur që ti kalon me mamin? Dalim? Shëtitje. Shëtitja? Shëtisni bashkë? Po. Po Elsi shikon edhe telefon? Po. Mami Bardha? Shef do një, shef këngë, po. Kjo pjesa do të dija e shoqërisë, e ambientit shkollor, sa e përfshin Elsin? A kemi në ditët e sotme ende paragjykime, ende stigma për personat që janë të përfshirë në aspektin e autizmit, sa e ke ndjerë ti këtë? Me të drejtën unë nuk e kam ndjerë, sepse unë s'kam pat asnjë rast, as s'kam dëgjuar që Elsin ta abullizoni, si në shkollë ku ka qenë Temi Ndoraku, edhe tani, po mbështetje këta duan, shoqëritë duan maksimum. Edhe fëmijët janë të ndryshëm tani. Po që këtë kanë të domosdoshme shoqërinë ti Niki, socializimin me shokës dhe mos në këtë kohë, që të dalin bashkë, të shëtisin, të jenë pavarur. Ke arritur të qash këto barjera, të thyesh këto mure, ta aktivizosh, ta shoqërosh me shokë, ndoshta që kanë të njëjtat probleme të spektrit? Jo, me të njëjtat probleme, domethënë kjo është e zgjidhur. Po, që i takoni më të mirë, këtë të zgjidhë shokët më të mirë se veten. Për Elsin është më e vlefshme dhe Tinike, më e domosdoshme për këta. Po, domethënë pak, nuk kanë shumë kontakte. Këta duhet të ndërgjegjësojnë vetë. Plus ne bëjmë detyrën si nëna që interesojmë dalin me shokët të pinë kave, të kënaqen, pinë lëngë, për moshën që ka. Ju keni vetëm Elsin si fëmijë? Kishit frikë të bënit një fëmijë tjetër? Apo ju mori shumë kohë? Jo, Niki, aq dhe zoti. Se mosha bën vetën, nuk kam se u sforcova nga ky moment. Se për këta fëmijë të Niki është mirë që të kenë një motër vëlla, se është më mirë për këta. Me kanë kaluar kohën më mirë dhe me fëmijët. Kështu që është domosdoshme i kurajë nënat e reja që mos ta kenë me frikë dhe nëse marrin këtë diagnozë, se tash rastet nuk i dihet, të bëjnë të forta, se gjithçka do dalë një tretësile dhe këto do bëhen mirë. Dhe Elsi që e pohon, po fiks thot. Po. Atë që thot mami Bardha. Zonja Bardha, a ka patur momente kur je ndier e lodhur,
e pa shpresë, çfarë ju ka dhënë forcë që të vazhdoni dhe të luftoni në mënyrë vazhdueshme? Jo, Niki, unë për momentin edhe mërzitem ndonjëherë, do më thënë e kam si një 2-3 minuta qaj, se mbushe me emocion, po duke menduar që ka dhe më keq, unë falenderoj Zotin se Elsi ka qenë i qetë, lexon, shkruan, socializohet me shok, nuk është problematik. Kështu që edhe ne kemi vështirësitë tona, po tani jemi mësuar, Niki. Edhe unë Elsit e dua me shpirt, dhe i kam gjithmonë jam mbas Elsit, gjithë jetën time e kam non-stop me Elsin. Dashuria pa fund do t'jap sa të kemi jetën. Cila është frika jote më e madhe? Një problem është, Niki, se në çdo fazë ka problemet e veta. Tash unë kam një problem në momentin kur Elsi të rritet, që të krijohet ky familje, të shpjegon që është pak problematike këta fëmijë me autizëm. Po që unë sa kam informacion dhe mendoj se për Elsin tim nuk është problem. Që të krijoj familje, që të martohet, të marrë një gozë të mirë. Këtë e kam pak problem. Se nëse pasesën e kur tikim ne ti Niki, do një mbështetje ose në qendër që mund të punësoj shteti, bashkia, për këtë është problemi i madh Niki. Po nuk e di na dëgjoj nga ky emisioni juaj që vuan çdo prind që ka një dihet që kur një prej antarëve të familjes është jo në kushte të mira, është ndësore, ka një problem, e gjithë familja ka një problem, nuk është e qetë. Unë nga shëndeti i falenderoj Zotin, Elsi ka qenë mirë, s'kam pat probleme, se autizmi ka shumë problematika, Niki, kanë dhe me ilaçe njerëzit, fëmijët janë të ndryshme. Po, duhet të thënë që është një spektër. Po, shregullim. Nuk është smundje, është shregullim. Kështu që unë falenderoj Zotin dhe them për me Elsin në 7% jemi okay, Niki. Këta në 100% nuk bëhen si gjithë moshatarët, po me punë, me përpjekje, është në vartë që nga fati, plus edhe puna, determinat që puna do bëhet. Po që në përgjithësi jam e kënaqur. Po. Do doja të dija, Zoja Bardha, në raport me regjimin ushqimor që ti zbaton për Elsin, ka një regjim të veçantë Elsi në raport me ushqimet, çfarë nuk lejohet, çfarë nuk duhet të konsumohet, çfarë konsumon më shumë? Është e vërteta, këta duhet kishin një ushqim specifik. Unë Elsit me të drejtën në 1 muaj ja zbatova si rregull, por nuk ja përballova dot se kishin shpenzimet Niki. Ishin shumë të shtrenjta ushqimet që ishin për fëmijët me autizëm që të funksiononin mirë për mos i bërë dëm trurit edhe për të tjerat. Ku keni më tepër kujdes? Çfarë eliminoni nga dieta e tij ose diçka ndoshta e keni kujdes? Nuk besoj se do t'i lejoni të konsumojë ushqime cilat e dëmtojnë më shumë të sheqernat ose. Elsi nuk është problematik, domethënë që të kërkoj shumë çokoladata, sheqer siç kërkojnë fëmijët. Elsi në përgjithësi është njëri fëmijë normal, i ha gjërat kryesore, suprat, Elsi mëngjes sa supë. Sa për kurrë. E nis ditën me supë? Një 2-3 ditë e ka dëshirë. Jo, domethënë fillimisht ka qenë vogël ne kemi pas bërë supë. Elsi rrallë ha bukë me gjarë për të gjatë të ëmbra. Zakonisht ka qef supën në mëngjes. Bëjmë me fire të pule, me makarona, me limon, me vezë. Këto i ka gjërë më shumë do të kriprat. Po më përgjithësi Elsi hambar. Nuk është e çokoladat, e Coca-Colat, patetinat. Nuk është. Pastaj edhe nuk është prezantuar me to, nuk është se është përfshirë që të njofit e ti... Jo, për një ka të njofur, kjo domethënë i ke stopuar ne një herë dy nuk janë mira dhe kupton nuk i do. Duke mësuar dhe ne mamat. Kur Elsi... Po? Kur abjet, të bëjmë pastaj dhe të premtojmë. Për kur abjet që të gatuaj vetë Elsi, më thuaj pak çfarë ushqimi ke të preferuar? Përveç kur abjeve që... Ka sopat. Supën? Supën, këtë që të tha mami. Po nga frutat, çfarë preferon? Banane, tjetër? Kakodot. Tjetër? Biskotat. Edhe biskotat. Biskotat që i bën mami në shtëpi, besoj. Po të dëshirë tjetër, çfarë ka dëshira Elsi? Përveç të bëhet një kuzhinier, çfarë dëshirash ke ti? Të shkojmë stërvitet, të bëjmë shtrime? Pëlqen sporti? Po, Elsi shkojnë në shkolla Kosova, ne bëjmë stërvitje 2 ditë në 2 orë në çdo ditë, basketball, ushtrime. Për nga ky moment do të përshëndes edhe profesorin e Elsit, Darian Konomi, që ai ka 3 vite që merret dhe punon me fëmijët tanë. I bën këtë stërvitje me pasion, stërvitjet, kështu që falenderoj sepse për ta është shumë mirë. Aktivitetet, sporti i bën shumë mirë. Qartë. Nëse do t'i drejtoheshe një nëne që është duke përjetuar një sfidë të tillë me një fëmijë në spektrin e autizmit, cili do t'ishte mesazhi që t'i drejtoje kësaj nëne? Nënës do t'i jepja mesazhin që mos të dorëzohet, do ta pranojmë se ka prindër që dhe nuk e pranojnë Niki, është gabim i madh.
ajo është shans, është risk, ta janë se gjithë të tjerët në 90%, po ka një problem tjetër, tash që nuk varet nga ne. Do të pranojmë si të vjen shansi. Edhe të bëjnë pamundrën, sa më shumë terapi, socializim me fëmijët, në kopshte, në çerdhe, në shkolla, se një ditë do kënaqet dhe do të ketë rezultat. Në përgjithësi këta fëmijë kanë rezultat. Për shembull, në momentet e tua të para kur djali u diagnostikua me spektrin e autizmit, ju nuk kishit dhe informacionin e dur, siç më thatë, se ndoshta dhe media nuk ka bërë punën e vet në atë periudhë, nuk njihej këtu edhe 15 vite përpara, në 2007. Pra, kur këto fenomene ishin ndoshta sporadike, por që nuk flitesh edhe shumë, nuk ishte shumë e njohur. Ti e mendoje ndonjëherë që ka shpresa ky djalë do të bëhet, do të flasi, do të rritet, çfarë të mbulonte në atë terin e natës? Kënaqësia njerëzisht e Elsi ishte në kopës e nikë, tha një vjesht të shkurtër. Unë mendova të flasi ky. Jo, më gaj funksiononte një fjalë, duke mësuar çdo gjë në botën e jashtme, lulja, pema, babi, tezja, duke mësuar mekanike, duke përsëritur disa herë. Pastaj duke rritur, ndërgjegjësoi trurin dhe çdo gjë kalon më mirë nikë. Me kalimin e moshës, ky spektri kalohet edhe më mirë. Po. Më lehtë, pra vështirësi ka, çdo fazë, çdo moshë ka të fazën e vet niki. Po, të zhvillimit edhe të përmbajtjes, le themi, të vetë fëmija, se si arrin të bëj terapi, arrin të bëj terapit me një logoped, pra ju e keni çuar në disa specialistë të kësaj fushë. Po, unë e kam çuar në terapi, po që Elsi është i pranueshëm, ka shkon, nuk ka pasur problem, ka dhe për fëmijët nikë që mërziten, qaj, nuk pranojnë terapinë. Janë të mbyllur, kështu që kjo është me shumë kuptim problemi këtyre. Po tash çfarë bëjmë tash kur të vjen momenti nikë do përpiqem të bëj maksimumin për fëmin tanë. Çfarë ka dëshirë Elsi të bëj pas shkolle? Pasi mbaron shkollën? Ka bet. Do të fillosh në punë apo do të hapim në një... Ke dëshirë të punosh, Elsi, në të ardhmen? Të punosh? Po. Po ku do punosh? Në një lokal apo? Në lokal. Lokal? Në lokal. Ndihmës guzhinjer apo? Në lokal. Ndihmës guzhinjer? Në restorant? Në restorant apo në lokal? Në lokal. Në lokale ka të vendosur. Të kapet. Mirë. Do të bëj kafe. Do të ndihmoj mami, do të ndihmojnë edhe tetat. Do të ndihmojmë, do të jemi gjithmonë afër për të mirën tënde. Mirë? Tek shkolla që Elsi studion, ka, le themi, orar të veçantë mësimor apo bashkë me të tjerët? Ka një person që merret me Po, to? Elsi ka mësues ndihmës, që e shoqëron çdo 2-3 orë në ditë. Po, në përgjithësi, Elsi, neve punojmë si gjithë me programin që kanë gjithë fëmijët, ne në shtëpi. Kurse me rastet veçanta, mësuesit kanë dhe një program më të lehtë për Elsin, sepse Elsi do të mësimet më vështira, ka specifike. Se problemet e tyre janë të vështira të shokëve të tjerë. Unë uroj që çdo gjë të shkojë për mësëmbari dhe Elsi një ditë pasi të ketë mbaruar shkollën, të shkojë të punoj në lokal, atë që po e përmend erë pas ere, do bëj kafe, thot. Faleminderit, Niki, lëm goja. Edhe të ketë shëndetin, edhe Zoti ju dhënë dhe juve një forcë të madhe, durimin mbi të gjitha, sepse në një marrëdhënie të tillë kaq të veçantë, dashuria është pa kufi. Ka triumfe të vogla, ka triumfe të mëdha, po ajo që lulëzon gjithmonë është dashuria, pa kufi për njëri tjetrin. Dhe këtë marrëdhënie të veçantë ju na e treguat kaq bukur sot me emocione. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit Elsi. Të uroj ditë të lutem, të uroj një ditë të bukur. Ne do të shkëputemi për publicitet, do të takojmë sërish në Rezenton, ju presim. Po, do të përshëndetësh dikë, këtë do përshëndetësh? Këtë do përshëndetësh? Babin, e përshëndet babin e Elsi. Babi shpeja pat. Të dua shumë apat. Të dua shumë, babi. Faleminderit dhe njerë, shkëputemi për publicitet, rikthehemi përsëri. Mirë se erdhët sërisht, tani kemi një bisedë pak më freskuse, do të kemi pak këngë në fund, një bisedë të lehtë, spontane, për dekadën e 4 të jetës tonë. Kam kënaqësinë që të bisedoj me një mikesh të vjetër të emisionit që është Bona Majkli, mirë se erdhe. Faleminderit. Si psikologe. Dhe për herë të parë në Reze Dielli na vjen Elona Cenaj, që është një këngëtare e njohur e muzikës së jugut kryesisht, e muzikës live. Ka prezentuar së fundmi një këngë, Dashurisë i rënë të pika. Se moj, Elona? E mallkojnë shpesh. Shumë faleminderit për ftesën tuaj. E mallkojnë shpesh dashurinë për faktin sepse kanë ato interesat e tyre. Përpara të kalojmë dhe te karriera, të flasim pak për karrierën e Elonës.
Le të diskutojmë për atë temë që unë e diskutova dhe e prezentova më saktë për publikun që në hyrje të emisionit për ditën e sotme, dhe ka dekartët e jetës tonë. Çfarë ndryshon? Perceptimi për veten, për jetën, vetbesimin, lidhjet, marrëdhëniet, sa e vështirë është, kemi arritur në një kulm të karrierës që ndoshta kemi ato pikpyetje, pakënaqësitë, kërkesat ndaj vetes. Ju si e shihni dhe ju jeni në dekadën e 4 apo jo? Ma më duhet edhe një vit, po gjithsesi po para përgatitur. Në fakt mendoj që është një ndër fazat më të rëndësishme në jetën e njeriut, sepse është pikërisht ajo faza ku të gjithë ne bëhemi të vetëdijshëm për vlerën dhe identitetin. Pra, identiteti jonë ne kuptojmë se kush jemi dhe nuk varemi më nga miratimi i të tjerëve. Pra Normalisht i marrim vetë vendimet dhe vetbesimi mendoj që vjen jo nga ato çfarë ne shikojmë, për shembull nëse adoleshentët apo të rinjt gjithmonë e gjejnë atë shembullin tek mediat sociale ose tek një shembull që shikojnë në standardi, kur je një mosh 40 vjeç, edhe sipër ti tashmë të vetbesimit është rritur me anë të përvojave, eksperiencave të jetës, sfidave të jetës, dhe kjo e bën më të rëndësishme dhe bën më të bukur. Pra nuk je si një person që je i lëkundur, por për shkak të përvojave dhe eksperiencave të jetës, ke vetbesime, shikon jetën më ndryshe, shikon jetën më realiste. Mendoj sepse ka një ndryshim midis iluzionit edhe realitetit. Pra bën atë pyetjen ku isha, ku jam dhe çfarë kërkoj. Dhe çfarë kërkoj, po. A është vërtet, Elona, që në të 40-at fillon ka vërtet jeta? Pra ku ti ke stabilizuar ca gjëra dhe... Mendoj se po, sepse në shumicën e rasteve të gjithë mikeshat e mia kur dalim për kafe dhe jemi tërkohës, me thënë duke diskutuar këtë gjë, të gjitha thonë tani ka filluar ajo që është faza e rinisë së dytë. Dhe qeshim me njëra tjetër për faktin sepse është shumë e vërtet, Ndjemi më të forta, eksperienca jo na ka çuar në atë fazë që ne të jemi të vetë mbrojtura për atë çka duam, të jemi të forta për vetbesimin që kemi në vetvete, duke patur parasysh eksperiencat që kemi kaluar, janë gjëra shumë të bukura, ato gjëra që neve i kemi kaluar, i kujtojmë me mall dhe themi çfarë kemi bërë më përpara, kurse tani jemi të vendosura për ato çka duam të bëjmë. Por do të thoja që eksperiencat bëjnë të vetën, edhe ajo mosha 40 vjeçare tani fillon edhe na rinon, na zbukuron. Dhe në fakt ka një sekret. Për të rinjën e të 40-ave. Pikërisht ka një sekret dhe unë mendoj që nëse ne do të jemi të ndërgjegjshëm për gjërat se si ndodh kjo rinja e dytë, normalisht ka një lloj procesi që nuk është vetëm eksperiencat e kaluara, por janë 3 gjëra. E para, në radhë të parë, është kujdesi për veten. Pra, kur ti kupton se sa e rëndësishme të kujdesesh për shëndetin tënd fizik, edhe mendor. Të merresh me veten tënde. Të merresh me veten, një e para. E dyta është zhvillimi personal. Fizik po, sepse fillojnë problemet, bon. Ajo është primare, ajo është e para. Por ti kupton që në fakt duke u kujdesur për veten, ti je në gjendje që të jesh arir edhe në fushat të tjera të jetës tënde. E dyta është zhvillimi personal. Pra, kur ti rritesh në talentet e tua, në dhuntit e tua, ti e di kush je, ky është zhvillimi personal dhe nuk pushon së mësuari. Ti përsëri je në këtë udhtim të rritjes tënde. Dhe treta, janë ndjekja e pasioneve. Nuk po flasim tani të qenurit nënë apo të qenurit bashorte, po të ndjekurit pasionet, pra që përveç se të qenurit të gjithë këto përgjegjësi që ne kemi në këtë moshë të caktuar, normalisht janë ndjekja e pasioneve siç për shembull muzika, apo piktura, apo palestra, për shembull për mua, pra janë disa gjëra që ne duhet të bëjmë për veten tonë në mënyrë që të arrijmë këtë lloj
Pra këtë lloj vetbesimi, edhe Për këtë shembull, rinin e Elona, dytë. përveç muzikës që besoj e ka pasion që më e vogël, ke zbuluar ndonjë pasion tjetër në këtë fazë të jetës tënde, në këtë periudhë, që do doje që ta vazhdoje më tutje? Të them të drejtën, nuk është se kam pasione të shumta, përveç se palestrave, ecjeve, natën dua të dalë të udhtoj me makinë, më thënë, këto gjëra janë pasionet, nuk është se kam pasion. Pasion kam vetëm këngën, aty jam unë të kënga, aty fle. Bona? Palestrën Për poste. palestrën po, unë jam Po, violiniste, gjithashtu unë e di që nëse unë do dua që të kem një kohë relax, qetësimi, edhe një dëshirë të madhe për të qëndruar me veten time, për në një mënyrë më artistike, unë normalisht marr violinën, edhe mund të qëndroj në dhomën time për një orë dhe mund të bie muzikës klasike që mua më pëlqen jashtë mase. Pra, janë disa hobe që qëndrojnë aty dhe gjithmonë të mbushin me një energji shumë pozitive. Po nëse e krahasojmë për shembull këtë dekadë të 40-tave me dekadën e mamave, prindërve tanë, që në këtë moshë, do më thonë, i kanë mbyllur fëmijët, kanë filluar atë punën dhe s'janë marrë kurrë me veten e tyre. Në vërtet. Ne kemi një shembull tjetër, apo jo? Ne kemi një shembull tjetër, unë për shembull mendoj që nënat tona kanë qenë pak më të frustruara, në kuptimin sepse ishin 99% për të tjerët dhe 1% për veten e tyre. Më të kufizuara, ndoshta ka qenë pritshmëritë e shumta që ato i vinin vetes së tyre për të qenë këto nënat e përsosura dhe gjithashtu pritshmëritë që të tjerët vinin mbi këto nëna në moshën 40 vjeç. Po, kishin të tjera prioritetin. Po, do të edhe pjesën e rrjeteve sociale, sepse brezi jonë ka ndryshuar totalisht tani. Do të thonë, duke marrë shembull ne që jemi 40 vjeç, akoma më tepër dhe fëmijë, se unë kam çuni 20 vjeç. Pas ke lidhur 20 vjeç ai vjet. Edhe, dhe me thënë, rrjetet sociale janë ato që ne na kanë ndryshuar. Besoj se është primare. Kontaktet, informacionet, gjithat, me thënë, ne i marim në rrjetet sociale. Prindrit tanë atëre kanë qenë shumë të kufizuar, punë shpi punë, edhe, me thënë, nuk kanë pasur rrjetet sociale që unë mendoj se kjo është ajo që kanë qenë shumë të kufizuar. Ne kur kemi qenë të vegjël kemi lozur me pafka, me gurje, me loja luftash, kurse tani i kemi haruar fare, sidomos fëmijët tanë nuk merren fare me këtë pjesë, ja vetëm tek telefoni. Kështu që ajo është 40 vjeçaret e sotme që te ushqimi që zgjedhin, pra kalon të 40-at, fillon dhe shikon pjatën pak më ndryshe. Më me ngjyra. Është shumë e vërtet, po. Po ashtu, gjitha ato që ju përmendët padyshim që janë në fokus të 40 vjeçarit të kësaj dekade të jetës, po marrëdhëniet në këtë moshë, krijimi i lidhjeve të reja. I lidhjeve, pra për ato që janë beqare, nuk janë. Në fakt ka dy grupime. Është grupimi i parë, pra nuk mund të them, është grupimi që është më e lehtë apo është më e vështirë për të lidhur në këtë moshë, për të krijuar një raport të ri. Për disa është e lehtë, për disa është e vështirë. Fakti që për disa është e lehtë është për shkak sepse tashmë ata janë më të pjekur dhe dinë se çfarë duan dhe shkojnë direkt tek personi që atë që kërkon. Për të tjerët është më e vështirë sepse kanë pasur zhgënjime në të kaluarën e tyre dhe nuk duan më të zhgënjehen në jetën e tyre, kështu që duan të rinë vetëm. Pra varet nga e kaluara e tyre, varet edhe nga karakteri ato do thoya nga karakteri i çdo individi. Për shembull, nëse ata kanë karakter të fortë dhe kanë kaluar eksperienca të lidhura, detyrimisht që do ta përzgjedhin atje ku do vendosen. Por që nuk adoleshenca e dytë, në cilën moshë? Keni dëgjuar ndonjëherë si shprehet të 40-at? 40 dhe në 50 mendoj. Çfarë bën dikë të kalojë një adoleshencë të dytë? Çfarë mangësish mungesash? Janë mungesat e adoleshencës së parë. Unë në fakt duke parë statistikat, se unë po flas edhe nga ullumtimet që janë bërë, pse ndodh adoleshenca e dytë, ndodh për shkak sepse shumë nga këta 40 vjeçar, shumë prej përvojave që
duan t'i bëjnë tani, nuk i kanë bërë kur kanë qenë adoleshent. Kjo për faktin, sepse ndoshta thjesht familja ku janë rritur, ndoshta ka qenë shumë nga këto familja tradicionale që për shembull vajzat nuk i linin që të dilin me shoqet e tyre apo të ninin një djalë të kufizuara dhe vjen një moment me zakone shtëpiake. Me zakone dhe po të shikosh për shembull shtetet e tjera, po të marrësh pra, shtetet e tjera, mendoj që adoleshentët i lënë më të lirë dhe të gabojnë në këtë moshë, dhe të mos përjetojnë adoleshentat të dyta në një moshë. Sepse adoleshenca e dytë shpeshherë është më vështirë se sa e para, sepse ndodhin edhe situata të papëlqyeshme që nuk është që prishin familje. Që prishin familje. Familjet tona kanë zakone, familjet shqiptare, ndërkohë që po të marrim italianët në përgjithësi, vetë fëmia 18 vjeç që japin çersat e shtëpisë dhe i thon vazhdo jetën tënde dhe je i lirë të veprosh. Nuk e duan shtëpi, po thjesht për ta bërë më të fortë. Ne i kemi fëmijët deri moshë më të madhe në shtëpi apo jo. Në shtëpi ke djalin për shembull. Jo, unë çuni nuk e kam në shtëpi, e kam në Amerikë, studion për piano, është në kolegj. Në fushën e muzikës. Në fushën e muzikës, si mua dhe si babi. Edhe domethënë është vetëm jeni një familje artistësh të gjithë. Po. Vetë muzikën kur e ke nisur, Elona? E vogël e kam nisur. Kush e zbuloi talentin, dëshirën tënde që e kishe të madhe? Me babin kam kënduar, me babin kur kam qenë. Këndonte polifoni babi apo jo? Polifoni aty të dy iso. Edhe aty filloi më hyri një gjak, dëgjoja muzikë, nuk rria dot pa dëgjuar muzikë. Ka qenë pjesë e jetës time e lidhur. Burin e mora muzikant, kompozitor, ai më dha një forcë, një shtys pak më të madhe dhe jam ajo ku jam tani. Jeni të dy që mbështesni njëri tjetrin. Tani në këtë pikë të karrierës tënde, sa krenare je ti për ato çka ke arritur? Për videoklipet, për pjesëmarrjen në maratonën e këngës, e kudo tjetër. Me të vërtetë ndjem shumë krenare për veten time, sepse unë jam dhe tip shumë luftarak. Në moment për shembull që arrit të mendoj me veten time që unë dua të heci drejt kësaj rruge ose duhet të bëj këtë plan, këtë objektiv, i arri kështu me do e mos, duhet patjetër ta përfundoj deri në fund. Edhe nëse është e pamundur, unë do ta bëj të mundur. Edhe për këtë ndjem nga familja jote, nga ndjem krenare për këtë gjë. Jo, jam vetë tip luftarak, domethënë jam shumë krenare për veten time dhe arri qëllimit për këtë gjë, domethënë. Bukur fort. Kjo është. Ndërkohë që Elona do të na prezantojë edhe këngën e saj më të fundit, Dashurisë i rënë të pika, që ka një titull provokues, intrigues në fakt. Kjo po ashtu me tekstin e videoklipit. Janë lodhur në inatje kanë thënë. Në inatje se nuk e mallkojnë dashurinë, po në inatje kanë thënë. E kanë thënë aty, Fakti por nuk kanë arritur dot të marrin atë që duan. Po janë lodhur, s'ka çfarë. Po ndërkohë në lidhje me videoklipet, i kuron vetë për mbajtjen në cili videoklip ke përfshirë të djalin? Tek videoklipi fundit fare, është përfshirë dhe çuni, sepse kisha shumë qef të përfshirë në atë klip dhe aty lindi një histori dashurie brenda me një gocë. Ku moj? U lidh djali me një vajzë aty? Po tani një çik kështu. Sa bukur. E konfirmove ti, e pranove këtë gjë? Me pak dhimbje, po. Tani çfarë the ti? Çmudesh mua që çmudesh mua, po doja patjetër ta shikoja të lumtur. Edhe pse mendoja të mbaronte videoklipi, po doja patjetër ta shikoja të lumtur. Mos është aty momenti që shkel edhe syrin e djalit? Jo, nuk është ai. Ai është thjesht kurusti tjetër. Po mirë, shumë bukur, gjëra të bukura. Gjëra të bukura, me vërtet. Jo, jam ndier mirë, sepse e futa pjesë në klip, nuk e kisha bërë ndonjëherë në klipet e tjera. E të doli qift. Edhe doli qift. Disa momente nga paraqitjet e Elonës, sepse nuk e kisha vënë re që kam një tryez kaq të bukur, një brun edhe një bjonde. Tani do bëhemi gati për pak disa nga momentet, edhe nga klipi, por edhe nga prezantimet e Elonës, sepse tani do të na japi mundësi që të prezantojmë dhe në studion ton këngën e fundit, Dashurisë i rënë të pika. Hami Bona, ti ke dëshirë të këndosh? Pëlqen kënga? Unë kam dëshirë të duaj trokas, kështu. Patjetër. Do të bëj dhe kafen të të preferuar? Në fakt, me shumë kënaqësi do e pranoja një kafe në shtëpinë tënde, Niki. Mokadorin e kemi gati, do nga unë, apo Elona bëhesh gati për këngën. Ndërkohë, dhe regjia gjithashtu, ne të dyja do të shijojmë performancën e Elonës dhe do të na bëj gati kafen, stafin, apo e do nga unë. Le të filloj kënga fillimisht dhe falenderoj shumë që ishit në Reze Dielli. Ju uroj një ditë të bukur.